Gjykata e Apelit e Juridiksionit të Përgjithshëm ka ndryshuar masën e sigurimit për Eridion Muhon nga arrest në burg në arrest shtëpie. Muho ishte arrestuar në Saranë në akuzën e bashkëpunimit në tentativën për shkatrimin me lëndë eksplozive të anijes Finikas. Gjatë kësaj tentative lënda plasëse shpërtheu para kohe në gjirin e Sarandës, duke i marrë jetën Armandi Nelajt, i cili dyshohet se po vendoste tritolin dhe konsiderohet bashkëpunëtor në këtë ngjarje. Sipas avokatit të Eridion Muhos, prokuroria e Vlorës nuk ka kryer apo përfunduar veprime të tjera hetimore shtesë sipas procedurës, ku çdo 2 muaj para gjykatës raportohet për ecurinë e hetimeve. Në këto kushte, Apeli i Përgjithshëm ka ndryshuar masën e sigurimit. Ngjarja, e cila tronditi opinionin publik, dyshohet se ka ndodhur për motive konkurrence në sektorin e transportit detar, ku anija Finikas operonte prej kohësh. Shpërthimi i cili ndodhi një vit më parë fillimisht u dyshua mund të kishte ndodhur si pasojë e problemeve të bombulës së oksigjenit që mbante biznesmeni, por hetimet e thelluara provuan të kundërtën. Në fakt ishte 52 vjeçari ai që kishte në plan të bënte atentat me tritol në det, por përfundoi i vdekur.